Si vishën meshkujt e ekraneve televizive sot në Shqipëri? Kanë filluar të ndryshojnë. Kush është ai që ty ta kënaq syrin që thua, okay, ky djali, ky zotëria ka gëzuar në ekran, ky po ndikon, influencon në veshje. Në guxim, për shumë gazetari Sokol Balla më pëlqen. Okej. Disa thonë që për shumë pse ti e mendon që po ai përdor kolorite, përdor tani për shumë e shoh shumë me këto bomberat që janë shumë në mod dhe më pëlqen. Nuk ta bëj për servilizëm, po edhe ti Ronaldo më pëlqen tendenca dhe më pëlqen që i përdor tendencat, i përdor me gjëra të holla, përdor më tepër pantallonin e mban gati në një stil, po përdor pjesën nga busti e lartë. Po. Që domethënë kam vërej që kanë tendencën për të qenë më in. Por do thoja që prap po ti krahasosh me djemt e rrugës, janë më mirë djemt e rrugës. Djemt e rrugës janë më mirë se djemt e ekranit. Është çuditshme, djemt e rrugës janë më mirë. Kjo tregon që duhet ka vend për të përmirësuar. Domethënë domethënë që të jenë, nuk e di, të jenë të pyesin veten e tyre. Nuk e di, ju keni drejtor artistik apo jo, po ekrani ndonjëherë vjen disi i centralizuar dhe neve shohim shembuj. Jo, mos u nisni nga shembujt. Një mashkull duhet të jetë autentik, duhet të jetë vetvetja. Nuk duhet të niset nga shembujt. Kështu që unë mendoj që një gazetar, një moderator duhet të njohë veten dhe të vishet vet me nuhatjen e tij. Djemt e rrugës vishen më mirë se djemt e televizionit.